autobusët. Diskutohet ndonjëherë kjo, ka një plan bashkia për këtë, a ka një plan për trafikun përgjithësi në këtë qytet? Shiko, policia kur vjen punat e trafiku, ka vetëm një zgjidhje, të kalojnë vetë ata, ta hapin rrugën me motorat e policisë, me makinat e policisë, dhe pastaj nuk duan t'ia dinë se si ngecin qytetarët në trafik, qofsh ata makinat tyre private, apo ata që përdorin autobusë mjetet urbane publike. Shiko, neve nuk duhet të shpikim rrotën. Në çdo kryeqytet, çdo qytet të Evropës, sidomos në kryeqytete, ekzistojnë to paketat që thatë ju paga përpara, sidomos edhe për qytetarët patjetër, por edhe për turistët. Në Shqipëri nuk ka nevojë të shpikim. Në Tiranë nuk ka nevojë të shpikim. Thotë marrin praktikat më të mira tyre, ti implementojmë në Tiranë dhe çështja u zgjidh. Problematika ku qëndron? A ka vullnet nga ana e strukturave të bashkisë? A kishte vullnet nga ana e Erion Velis për ta zgjidhur këtë problematik? Apo thjesht bëhe propagandë, bëhe show që Tirana është bërë Tirana europiane, Tirana e rinisë, e cila nuk ka biletë për të lëvizur në transportin urban, apo Tirana e rinisë, e cila nuk ka një koncert të paguar me kosto, ama me kosto të fryra. Tirana e pyllëzimit, ku pemët shkulen dita ditës, siç kemi parë te rasti liçenit për të bërë koncerte, dhe në anën tjetër shtohet betoni, gjithnjëra më shumë duke marrë frymën, pavarësisht moshës të vegjëlve, të rriturve apo edhe të moshuarve. Nuk është që ka nevojë në Shqipëri apo në Tiranë të shpikë gjërat, absolutisht jo. Mjafton të marrësh praktikat më të mira të vendeve tjera dhe të vendeve të rajonit që ngjashëm me ne, dhe problematikat marrin orientimin për zgjidhje. Fakti që nuk kanë ndërmarrë deri më sot është tregues i mungesës së dëshirës, mungesës së vullnetit për të dhënë zgjidhje kësaj problematike apo për ta ofruar një shërbim të caktuar. Po, duhet mendojmë që gjithë ata që deri dje kanë përdorur monopatinën për të shkuar në punë, në shkollë, në kurse, kanë marrë makinën sot. Sot kanë marrë makinat, ata që i kanë, ata që si kanë marrë transportin urban, ata që s'kan pasur mundësi për akses transport